Kryeministri Edi Rama mbylli fushatën elektorale në Librazhd. Në takimin me qytetarët, ai ironizoi Tomor Alizotin, i cili pak ditë më parë deklaroi se kryeministrin kam qef ta ha të gjallë. Kam ardhur me frikë, tha Rama me ironi. Kam ardhur me shumë frikë dhe gati isha duke u kthy mbrapsh se ka dalë njoni kënej që do në hajt gjallë. Mirë po nuk e shoh gjëkundja dhe. Ky është i momenti jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe është e domosdoshme që ne të bëjmë gjitha përpjekjet që çdo shqiptare, çdo prind, çdo gjysh, çdo djalë, vajzë, çdo kush që ka të drejtën e votës, edhe pse akoma mund të jetë ngurrus, edhe pse mund të jetë krejt në anën tjetër, të bindet që në 11 maj duhet të bashkohet, sepse tani më shumica e shqiptarëve e din shumë mirë se çfarë do të bëjnë në 11 maj, shumica e shqiptarëve e din shumë mirë që vendi po shkon drejtim në dur, shumica e shqiptarëve e din shumë mirë që ekonomia po përmirësohet vijimësisht, do të jetë ende më mirë në vitet vijim, shumica e shqiptarëve e din shumë mirë që e gjitha kjo ka ardhur nga mbështetja për Partinë Socialiste dhe